Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku po ritakohemi sërish me emisionin Gjurmët dhe për këtë sezon, le të themi ne kështu, por edhe për këtë vit. Në fakt 12 janari do të shënon edhe ditën e parë kur ne po rikthehemi për vitin 2026 pranë ekraneve tuaja dhe siç ka qenë edhe deri më tani nga shtatori e deri në ditën e fundit të muajit të fundit të vitit të kaluar, edhe në periudhën e vim ne do jemi pranë ekraneve tuaja çdo ditë pune nga ora 15 deri në ora 16, këtu për të trajtuar tema sociale, të cilat në fokus ju kanë ju. Në fakt na kanë ne të gjithëve, pasi që hallet tona janë të përpashta, përderisa jetojmë brenda këtyre kufive të maqëdhënisë së veriut, problemet janë të gjithëve dhe prandaj ne jemi këtu për t'i trajtuar dhe për t'i shtjelluar të njëjtat. Dhe në fakt ne kështu po e nisim këtë javë, por që Gjurmët do jetë pranë ekraneve tuaja deri në fund të këtij sezoni, siç thash, për t'i afruar dhe për t'i prekur sa më shumë dhe për të cilë informacionin mbi të gjitha deri tek ju. Në fakt ditën e sotme do të ndalemi pak më shumë tek arsimi. E di që nxënësit ende janë shumë rehat në shtëpitë e tyre. Shpresoj që pjesa më e madhe e tyre i kanë kryer ato obligimet e lektyrave dhe librave që i kanë pas për t'i lexuar, por që pushimet vijojnë për ta, por jo edhe për stafin mësimdhënës, le të themi kështu, stafin edhe administrativ të shkollave, pasi që ata vetëm janë kthyer në shkollë, janë kthyer atyre obligimeve të tyre dhe atyre përgatitjeve të cilat duhet bërë për të nisur një gjysmëvjetor të dytë mirë e mbar. Ne në fakt sot ditën e sotme do të dalemi pak më shumë te gjuhët e huaja. Ne të gjithë mësojmë gjuhë të huaja në procesin ton edukativo-arsimor, le të themi kështu, që nga gjuha angleze, të cilën e mësojmë që në klasë të parë, mendoj nëse nuk gabojmë, por që do e flasim këtë, dhe më pas edhe tutje me një gjuhë shtecë e cila na vjen, qoftë gjuha gjermane, qoftë gjuha frënge që na bashkohet dhe në disa raste edhe gjuhë të tjera, por që gjuhët e huaja i kemi prezente, sidomos tash me globalizimin, sidomos gjuha angleze ka ndikim të papar në jetën e të gjithë të rive, sidomos. Prandaj për të folur pak më shumë për mënyrën se si duhet mësuar gjuha e huaj. Në fakt, a ka ndonjë mënyrë e cila e bën më të lehtë, më të qasshme, më të kuptueshme, më të afërt për nxënësit një gjuhë të huaj që ndoshta për herë të parë po e prekin në jetën e tyre? Ne do flasim këtu së bashku me profesoren Gzime Ramadani, e cila na ka sjellë edhe një libër ku kryetema e këtij emisioni do jetë në fakt libri. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, mirësi u gjeta. Për gjithë publikun, ju jeni profesoreshe gjuhës frënge, shkollimin le të themi kështu e keni në drejtim, unë du di fillimisht përse gjuhën frënge. Unë kam pas gjuhën gjermane, po do flasim pak më tutje. Po, gjuhën frënge, do të thonë që shkollë fillore normalisht që e kemi mësu si në përgjithë shkollat tona. Mirë, po dashuria më shumë ti për këtë gjuhë më lindje në shkollë të mesme, ku regjistrova në klasën dygjësore, apo në atë kohë që e quanim klasë bilang në Kumanov, që u hap për herë të parë në vitin 2001, dhe unë isha në mesin e nxënësve të para që u regjistruam aty. Ishte pra një projekt nga ambasada e Francës në atë kohë dhe ndoshta do thoja qëllimi kryesor i kësaj klase bilinguale ka qenë bashkimi i nxënësve shqiptar me ato maqedon. Sepse dim në periudhën e 2001-shit ishim në shkollën gjimnazin Goce Delçev në Kumanov dhe pastaj pas mbarimit të vitit parë ne edhe unë nda me nxënësit maqedon, mirë po orët e gjuhës frënge vazhdonim t'i mbanim së bashku. Dhe ne qysh në atë kohë, edhe pse ishim të rrallë ose të vetmit e asaj kohe, bënim teatr në gjuhë frënge, bënim muzikë në gjuhë frënge, vizitonim qytetet të ndryshme në shtetin tonë, bënim ekspozita. Pastaj në vitin e tretë na dërguan edhe në Francë, në familje franceze që përveç ta mësojmë gjuhën, ta mësojmë edhe kulturën, civilizimin, shohim si bëhet jeta atje, shkollimin gjithashtu. Dhe prej aty, do me thonë, me të vërtet filloj ajo lidhja me këtë gjuhë dhe pas mbarimit të shkollës mesme që zgjati 4 vite, unë do me thonë vetëm isha e orientuar se do të vazhdoj me studimet e mësimdhënies në këtë rast të gjuhë dhe letërsi frënge në Universitetin e Evropës Juglindore. Do me thonë në vitin 2004-2005. Edhe studimet normalisht kaluan shumë mirë atje, 4 vite, dhe qysh në vitin e 4 unë u punësova si mësimdhënës, si profesoresh
e gjuhës frenge në gjimnazin e në atë ku prap ishte në emrin Goce Delqev, mirë po paralelet e nxënësve shqiptar ishin ndarë. Isha studente shumë e re, kur e mendoj tash, them si ka mund me ja dalë. Në atë kohë unë isha 21 vjeçare, nxënësit ishin 17-18 vjeçar, normalisht ka qenë pak më vështirë, më sfiduse, por çdo gjë kalon me kohën e vet, edhe gjithçka mbaron, gjithçka rrjedh. Çka ka qenë ajo që ju ka pëlqyer të gjuha frenge, sepse gjithë e njohim për gjuhë romantike, e njohim për gjuhën e dashurisë, mirë po a ka pas diçka tjetër që juve ju ka tërheqë më shumë? Po thash, në më thona, prej shkollës të mesme filloj ajo dashuria, ajo lidhja me gjuhën, se kur e një gjuhën, në më thona, edhe vendin e fillon me dashë më shumë. Unë për shembull shkoj shumë shpesh në Francë dhe ndryshe ndjej Parisin apo gjitha qytetet tjera të Francës, ndërsa kur shoh ndonjë familjar ose rastësisht ose ndonjë shoqe, më tregon se e ka vizitu Parisin edhe sikur normal, sikur gjithë qytetet tjera që i vizitojnë, ndërsa ne kur e vizitojmë ndryshe, ndjejmë ndryshe se e njohim historinë, e njohim gjuhën, e njohim njerëzit, kulturën, civilizimin, gjitha këto e njohim edhe më ndryshe e përjeton kur je vetëm aty. Po, ndoshta nuk e përjeton vetëm në aspektin sipërfaqësor, por edhe më thellë, edhe patjetër kur e kupton gjuhën që e flasin vetëm atje. Ne do flasim për një libër, në fakt librin tuaj të parë, unë do e tregoj kështu kamerës, është një titull mjaft, le të themi kështu, i profesionalizuar. Nuk është nga ato librat që mund të lexojmë duke qenë shtrirë dhe duke pirë një kafe, po ka të bëjë me punën në fakt si mësimdhënëse. Më thoni pak para se të nisim në të flasim për gramifikimin edhe krejt këtë që gjendet në libër, përse ishte nevojshme që të vjen ky libër? Po. Ky libër pikë së pari është libër normalisht rishtazi ka dalë në botim në dhjetor të vitit 2025. Mirë, po kjo është punimi i magjistraturës. Më thonë, edhe punimin e magjistraturën rishtazi ka mbaru, po në të njëjtin universitet aty ku i mbarova studimet. Dhe prej aty më lindi ideja pse mos ta botoj edhe libër, sepse fjala e shkruar mbetet. Normalisht që është dashur me ndryshu, se nuk është e njëjtë si punimi i magjistraturës me librin, por ja që doli në dritë dhe tash po e shoh çdo ditë më shumë po vlerësohet nga të gjithë, sidomos nga studiuesit e kësaj fushë, sepse është libër nga fusha e mësimdhënies, libër nga fusha e pedagogjisë, nuk është, siç e the, nuk është ndonjë libër, ndonjë roman që prej shtrirë mund ta lexosh, por kjo kërkon që të marrësh shënime, në fakt ta studiosh dhe të shohësh, ta nxjerrësh në konstatim se si mundemi ta përdorim ne ose të tjerë mësimdhënës gjatorëve të tyre. Të kthehemi pak tek libri, tek tema, do kisha dashur të hym pak më thellë. Gramifikimi, unë siç thash, është një term që unë për herë të parë hasa, unë për vete jam juriste dhe gazetare, kështu që nuk është që jemi të njohur me termat e pedagogjisë, siç edhe një pjesë ndoshta e madhe e shikuesve tanë nuk janë. Kështu që çfarë është gramifikimi fillimisht? Shifen qofë se mendojmë pak më thellësisht, gamifikim, game, me thënë vjen për fjallës angleze, game që të gjithë e dim se është loj, dhe gamifikimit, me thënë i përdorimi i lojrave në gjatë mësimdhënies, e më konkretisht unë kam folur për mësimdhënien e gjuhës frenge. Përpara se ta botoja librin, kisha dilemat, do ta përdorim një term shqip, termi më i përafërt i bjen lojzimi, mirë po prapë në konsultim me gjuhëtar e mendum që më mirë është gamifikim, sepse është term që është përdorur për herë të parë në Amerikë. Është përdorur shumë më herët, mirë po në mësimdhënie ka filluar të përdoret diku ka vitit 2000, pra gamification, gamifikimi ose edhe në frëngjisht gamifikacion. Më thonë, mendum që ta lëm termin original ashtu siç është, sepse fundja nuk mund përkthehet çdo fjalë që na vjen prej jashtë. Pra gamifikimi, le të themi se është përdorimi i lojrave gjatë mësimdhënies.
Unë nuk është që kam lënë shumë pas vitet e shkollimit, po ju jeni pjesë e sistemit edhe nëse ka diçka që unë mund ta karakterizoja sistemin, do t'jetë dishte ndoshta gjithçka tjetër që lidhet me seriozitetin dhe duke lënë pas lojrat. Sepse në momentin kur hyn në klasë, ulesh në bank, është sikur fillon gjithçka serioze, duhet koncentrim për 40 minuta, pauzë sërish 20 minuta, kështu që nuk është që së paku unë e kam ndjerë qoftë në shkollimin fillor, por edhe të mesëm, sikur ka pas hapësirë për lojë. Ka hapësirë tek ne për lojë? Po shife tash hapësirën ne duhet ta krijoj vetëm si mëdhënësi. Unë tash me përvojën time, le të themi shumë vjeçare në arsim, ka 18 vite që jam në arsim, dhe normalisht siç thash në fillim, nuk jap mësim sikur si kam dhënën fillimet e karrierës time, tash çdo vit më shumë sofistikohet. Edhe tash kohët e fundit, me këto trajnimet që po i marr në Nice të Francës, pra Nice është një qytet në bregdetin e Azurit, pra në jug të Francës, edhe këto 3 vitet e fundit, dhe prej aty ideja e gamifikimit më lindi, këto 3 vitet e fundit, ato trajnimet që po i ndjekim janë konkretisht ndryshimet që mund të ndodhin në shkollat tona dhe më saktësisht e kishim gamifikimin në seminarin që e mbajta në vitin 2023. Nuk do toja se unë për herë të parë po i përdori lojnat, se normalisht gjithë mësimdhënësit në përvojat e tyre kanë përdorë lojna, qoftë ne më herët, qoftë tash. Mirë po, gamifikimi është edhe diçka më shumë se loja, pra këtu vjen edhe përdorimi teknologjisë së re. Ne i dim se fëmijët tash po lindin, po rriten me telefona, dhe pse mos ta përdorim telefonin për të mirë fundja, ne t'i përdorim ato, mos na përdorin neve telefonat. E tash kohët e fundit, çdo vit më shumë, gjeneratat e reja po na vinë më ndryshe, pra nuk janë edhe nxënësit siç kemi qenë ne, nuk mundem edhe t'i krahasojmë me ne kur kemi qenë nxënës, dhe duhet ja bëjmë atyre orën pak më atraktive, më ndryshe. Të ndryshimet që e përmende, sa kemi hapësirë, ne tash me konceptet e reja, kemi tash konceptin e ri, deri në klasë të 7, pastaj në klasën e 8 të 9 vazhdoj me konceptin e vjetër, por prap është puna e mësimdhënësit që ta organizoj si të doj orën, normalisht duke u bazuar në ato objektiva qëllimit që janë të parapame nga plan programe që na ofron ministria. Për shembull, te gjuhët e huaja, konkretisht po flas te gjuha frenge, neve na jepet më shumë mundësi për të sjellë risi, për të bërë ndryshime, për të eksploruar më shumë. Thashë se ndoshta mu më kanë ndihmuar shumë këto trajnimet që i ndjekim në Francë dhe ato risi i sjellin në shkollën time, po besoj që edhe mësimdhënësit tjerë kanë mundësi secili në orën e vet me bë ndryshime. Pikërisht këtë librin, këtë vit që e kam bërë, gamifikimin tër vitit në vitin e kaluar kam përdorë dhe isha në procesin e përgatitjes së temës së magjistraturës, dhe unë aty e pash, domethënë se me të vërtet na sjell rezultate pozitive nga puna që e kam bërë me nxënësit e mi. Aty gjithashtu i kam paraqitur edhe anketat, nxënësit janë përgjigj aty në pyetjeve dhe nga studimi që doli me të vërtet nxënësit kanë ngelur shumë të kënaqur dhe tash edhe këtë vit kur kemi filluar ato çdo herë më kërkojnë se kur do bëjmë gamifikim, domethënë edhe nxënësit tash vetëm se janë familiarizuar me këtë titull. Ne do ndalemi tek anketat pak më tutje, mirë po për të kuptuar në fakt publiku për çfarë lloj loje bëhet fjalë. Patjetër kjo loje ka një bazë edukimi brenda, po si mund të dukesh ndoshta për të na i vizualizuar gjithë ne? Po, shife janë lojra online, si që dim gjithë fëmijët luajnë loja në shtëpi, përvaret se çfarë lojra luajnë, ndërsa këto janë lojra online që i përdori janë faqe speciale që mund të krijohet një akont nga mësimdhënësi dhe pastaj të shpërndaj me nxënësit. Në klasë, për shembull, kemi laptopin, kemi projektorin dhe lidhemi me quiz online që mundemi vetë mi kriju. Për shembull është Kahoot. Kahootin më shumë të njohin edhe mësimdhënësit tjerë. Unë e përdori më shumë Bambuzle,
Pastaj është Minecraft edu. Minecraftin gjithë fëmijët luajnë loja në për shtëpi, por nuk është ajo edu, sepse ende nuk janë të familiarizu. Ndërsa unë këtë lojën bambozël që e luj, bëjmë kuizën në klasë, dhe pastaj këtu hynë ngarimi, ndahen nxënësit në për grupe, marrin cili grup po merr pojna më shumë, pra edhe gamifikimi, qëllimi i gamifikimit është domethënë klasifikimi i nxënësve në grupe, marrja e distinkteve poenave, apo domethënë varet se si kalojnë ato. Dhe kjo domethënë është ajo puna kryesore që e bëj unë në klasë. Vitin e kaluar më shumë e kam përdor derisa e kam bërë librin, ndërsa tash këtë vit prap kemi fillu, por ndonjëherë edhe me masa më të vogla. Po, kur lidhet me gjuhën, se ndoshta patjetër që gjitha lëndët mund ta gjejnë vetveten, po pse është e rëndësishme që gjuhët e huaja ta inkorporojnë këtë formë të mësimdhënies? Po, shifem, unë po flas çdo herë për gjuhën frenge, se gjuha frenge është një gjuhë pak më e vështirë, gjuhë që më pak e përdorin nxënësit më pak e dëgjojnë në për televizione apo në për rrjete sociale, ndërsa gjuhën angleze kanë më shumë të njohur. Edhe gjuha frenge është gjuhë që mësohet si gjuhë e dytë e huaj. Anglishtja çdo herë vjen në rend të parë, që mësohet nga klasa e parë. Pastaj me gjuhën e dytë huaj fillojmë prej klasës së 6, që shkolla e zgjedh me cilën gjuhë do vazhdojnë, me atë gjuhë frenge ose gjuhë gjermane. Tash të shkollat maqedone ka dhe gjuhë italiane apo edhe ndonjë gjuhë tjetër. Dhe tash kur i marrim në klasë së 6, për m'ia bërë gjuhën më dashur, më atraktive, më të lehtë, më pak stresuese, çdo herë mësimdhënësi duhet të krijojmë diçka. Në fakt, ne nuk krijojmë sepse ne kemi marrë diçka të gatshëm, po ne ta përdorim, dim se si ta përdorim, si ta shfrytëzojmë në klasë që t'ja bën gjuhën më të lehtë, më atraktive, më pak stresuese, më tërheqëse. Normalisht edhe gjuha angleze ka shumë mundësi, edhe më shumë se ajo gjuha frenge, gjithashtu edhe matematika ka shumë mundësi, edhe lëndët shkencore tjera, biologji, apo edhe ato ka shumë mundësi që qofse ky që është aty në online, me thënë mundet me gjetë si arsimtar veten aty. Mundet edhe, jo përveç se arsimtarëve dhe profesorëve ta gjejnë veten, ta gjejnë edhe nxënësit veten. Edhe nxënësit, po, edhe nxënësit munden t'i krijojnë akontat e tyre, mirë pa ato më shumë t'i munden me i ba detyrë shtëpie, por unë nuk i preferoj shumë që të përdorin shpe, sepse pastaj mund të keq përdorin, nuk dihet se sa kanë kontrolla në shpe, ne më shumë të e përdorin vetëm në klasë. Por normalisht gamifikimi nuk mundet të përdoret i vetëm, duhet të kombinohet me mësimet ekzistuese që i kemi mësu, dhe pastaj i bëjmë si aktivitet shtesë, apo aktivitet përforcues me gamifikim apo me lojizim. Unë për vete kam ndjek gjuhën gjermane, që nga klasa 6 deri në përfundim të shkollës së mesme. Nëse më pyet nëse di të krijoj fjalin gjermanisht, do të them jo. Fjalë mund të kuptoj që më kanë mbetë në memorie, mirë po kjo mund të jetë ndoshta për shkak asaj se e kemi mësuar gjuhën gjermane dhe ka qenë ndoshta si normë që do të marrësh nota të mira, duhet ta mësosh se e ke si lëndë shtesë, edhe ndoshta është mësuar ndonjëherë edhe përmendesh fjalët, sidomos edhe kështu me radhë. A e eliminon këtë pjesë gamifikimi, pra a mundson që gjuha të mësohet edhe të rrënjëzohet tek nxënësit? Po, është e vërtetë. Me thonë, unë sa e shoh nga nxënësit e mi, aty në shkollën ku jap mësim, me thonë gjuha frenge është gjuhë që gati nuk mund të themi në asnjëherë 100%, po përgjithësi gjuha frenge është lëndë që nxënësit e dojnë. Fillimisht nga ajo që nxënësit duhet ta dojnë mësimdhënësen apo arsimtaren, dhe pastaj e mësojnë edhe lëndën më lehtë. E tash, normalisht, kur bën aktivitetet ndryshme, si gamifikimi, apo ndonjëherë bëjmë teatr, apo bëjmë edhe këngë, kjo e përforcon, si që e bën më të dashur, më të lehtë nga ana e nxënësve për ta mësuar atë gjuhë. Varet, me thënë, gjithë nga mësimdhënësi se si u jep atyre. Kjo është për momentin fakultative, po besoj, nuk është një zgjedhje që e keni ju në programet mësimore. Po, gjuha frenge, dhe me thënë është... E kam fjalën për gamifikimin. Gamifikimi, po.
Tash si që përmendë me konceptin e ri, na kemi edhe libra të reja, të gjuhës frenge, dhe aty në gjatë përpilimit të plan programeve ne që i bëjmë, kemi hapësirë edhe për të bërë gamifikim. Me thonë, edhe vetë libra na i ofron lojrat të ndryshme që pastaj është punë e jona që t'i zgjedhim se cilët t'i përdorim. Unë për vete i kam zgjedh gamifikimin edhe thash që e kam bërë studim, e kam vërtetu me nxënësit e mi, se jo vetëm që e kam lexu apo e kam marrë prej trajnimeve, po kam vërtetu se me të vërtet ka sjell rezultate pozitive. Cilat janë ato rezultatet më evidente? Kanë qenë ndoshta në teste rezultatet kanë qenë më të mira, ose dëshira, entuziazmi, ku është bret ndoshta dallimi më shumë? Po, si që përmende testet, ato janë të mirë i nxënësve. Unë dhe me thonë çdo herë thash, si më dhënë si duhet të eksperimentoj me nxënësit e vetë, t'i njohë nxënësit e vetë, dhe t'i jape mundësi me u shpreh. Ne po jap një shembull nga përvoja ime, mësonim 3 orë kemi në plan program me mësu një kohë gramatik që është në gjuhë frenge, që është pas e kompoze, apo koha e kaluar e kryer. Dhe gjatë shpjegimit 3 orë që ja kam bërë nxënësve, kemi bërë aktivitetet ndryshme, po sikur është pak më e vështirë, koha e kaluar e kryer, kur ta mendoj edhe në gjuhë shqipe, po që se i pyet, ato ngatrohen e mo lejen atë gjuhë frenge. Dhe kur e bënëm një ditë gamifikimin, normalisht duhet ta lidhi laptopin me projektorin, pastaj i bëj quizet online që janë, i ndajnë grupet, dhe i shoh që nxënësit vetë-vetiu, nëndvetëdijshëm i dishin pyetjet. Gjithë dhe i dishin përgjigjet e sakta, dhe u habita thash unë, po që se ju kisha pyet, sikur në atë mënyrën klasike me u pyet me nota apo teste, hajde dilë zgjedhojeni foljen pas e kompozit, se ma është edhe janë metodat vjetrume, për shembull me dalë nxënësi me zgjedhu një folje në tabel, me ditë përmendsh, ato i dinin fjalinë në fjalit e gamifikimi, ka pas fjali, gati se 100% nxënësit i dishin, dhe ato në fakt nuk i dishin, se prej nga i din. Me thonë, vetë-vetiu instinktivisht i dishin. Dhe unë thash atëherë po ja heqi këtë stresin e testit, apo këtë stresin e të pyetrit me notë, ajo mënyra klasike që del nxënësi afër teje ose në tabel me zgjidhur detyrat, dhe kam vërejt, do me thonë shumë kam vërejt se gamifikimi gjën më kryesore që ka përmirësuar në klasë është heqja e stresit, dhe sidomos te ato nxënës që kanë vështirësi të shprehen. Kur është e keqja e stresit, ne gjithi mbajmë mend ato streset, edhe pse kur i shohim nga ky këndvështrim themi jemi stresu për asgjë, por gjithsesi kur je aty dhe kur e përjeton është mjaft stres i rënd. Sa vlejnë ende këto metodat klasike? Unë për vete jam pyetur ashtu, jam pyetur me notë, është dash ngrihesh vullnetare nëse don të konsiderohesh si nxënës i mirë ose e mirë, teste, quize këto, po a janë të vjetërsuara dhe a duhet zëvendësohen me ndonjë me metoda tjera, apo ndoshta duhet të bashkohen si dy metoda? Po, nuk do kisha thënë se duhet të hiqen komplet, se normalisht duhet kombinohen. Thash që është punë arsimtarit që të bëj eksperimente në klasë, por sigurisht që mos të dalim prej plan programeve. Unë ku e ceka vitin e kalum gjithashtu, kur bënim test dhe njëra prej pyetjeve aty që ishte, për shembull ishte për veshjet, disa fjalë të reja për veshjet, dhe nxënësit duke e lexuar pyetjen, ju kujtu, mësu se këtë veshjet i kemi mësu me gamifikim. Me thonë, si e lidhen me njëherë nxënësit, se edhe pyetjen e gati se e kishin bërë të gjithë nxënësit mirë, sepse e lidhshin me gamifikim, kur e kanë mësu me gamifikim, ato e kanë bajtë më mirë mend. Dhe normalisht ajo puna stresit pyeturit me nota, apo stresi testit, jo që duhet të hiqen gjitha, se ne dhe plan programet i kemi të tilla, por t'u lehtësojmë, pak të japim mundësi të shprehen, pak të çdo vit më shumë të bëjmë ndryshime, sepse ne nuk mundemi të ligjerojmë, sikur si kemi ligjeruar në të kaluarën, të ligjerojmë edhe sot, sepse në atë mënyrë edhe u avrasim fëmijëve të ardhmen, sepse këto fëmijë tash nuk i kanë kalu fëmijërinë sikur tonën apo të prindërve tanë apo të gjyshërve tanë.
Kur jemi të gamifikimi, e ndryshon rolin e mësimdhënësit dhe nxënësit gamifikimi, bën ndoshta le të themi kështu, një mini revolucion në klas kur hapet loja? Po, normalisht ndryshon pikës pari klima, ndryshon, bëhet më shumë zhurmë. Për shembull, nëse kanë mbetë 10 minutat e fundit, sepse dim se ne kemi 40 minuta për të zhvilluar një orë mësimore, mirë po tash me libret e reja dhe me konceptin e ri që e kemi, edhe mësimet janë shumë më të shkurta dhe janë më të qarta në libër, dhe pastaj ne si mësimdhënës duhet të zgjedhim diçka që ato ta përvetsojnë më lehtë. Dhe kur mbesin ato minutat e fundit, unë me njëherë hap laptopin edhe filloj me gamifikim, edhe ndryshon me njëherë klima, bëhet klima pozitive në klasë. Dhe nxënësit çdo herë më thonë, wow, mësuese, kur e dëgjojnë zilën, sa shpejt kaloi ora. Dhe ajo është një indikator, domethënë, që tregon se me të vërtetë ti ua ke bërë orën më interesante, më dobishme, që ato fundja nesërmën le ta mbajnë mend kur të rriten. Ka vullnet ndoshta nga koleget që punoni bashkë, por edhe më gjerë që ndoshta ti inkorporojnë këto, ose është një botë ende e panjohur dhe është ndoshta edhe e frikshme pak për të ndryshuar sistemin? Po, unë bashkëpunim me kolegët edhe të libri e kam cek. Disa kolege, domethënë, kanë qenë të gatshme, disa më kanë qenë më të interesuar, dhe intervistën kam bërë edhe intervista me kolegët. Disa janë më të gatshme normalisht, disa ende kanë mbetur në ato planet e veta, por tash besoj që edhe termin kanë fillu me njoftë të gjithë kolegët, se termin shumë pak e ka njohur, edhe tash çdo herë mpyesin çka është gamifikimi, domethënë, ose disa më thonë pse jo lojzimi, pse gamifikimi, domethënë ende njerëzit nuk janë të familiarizuar me këtë term. Por ndoshta në vetëdijshëm edhe gjithë kanë përdor lojra. Po thash, kjo gamifikimi është më shumë se lojë. Nuk janë ato lojrat klasike që ndoshta edhe ne i kemi luajtur, po këtu është edhe inkuadrimi i teknologjisë re. Ju përmendët që gamifikimi ka karakteristike dhe përfshirjen e teknologjisë. A duhet në fakt sistemi arsimor tek ne të bëjë një update, le të themi, kështu të asaj se si e parashikon orën, sepse ne kemi tash edhe inteligjencën artificiale, diçka për cilën nxënësit i bëjnë ndoshta edhe detyrat me inteligjencë artificiale? Po, shife tash me ndryshimin, me konceptet e reja, vetëm se janë bërë ndryshimet edhe këtu tek ne, edhe përdorimi i teknologjisë së re gjithashtu është në përdorim, sepse me vetë faktin që tash në përklasa kemi si themi smart tabela, kemi projektor, dhe ajo vetëm të tregon se duhet ne të përdorim teknologjinë e re, sepse edhe kërkesat e nxënësit është e tillë. Se fëmijët ne të gjithë e dim se si po rriten, si po zhvillohen. Dhe ndryshimi vetëm se ka arritur, mirë po këtu tek ne ndoshta ende nuk e kemi shumë qartë ndryshimin. Varet, do të thoja ndoshta, varet prej individëve, prej arsimtarëve, por kjo nuk është problematike individuale, është problematikë e përgjithshme qysh nga Ministria e Arsimit apo nga Byroja e Arsimit dhe Zhvillimit, duhet të mbahen më shumë trajnime, seminare, për t'i familiarizuar mësimdhënësit me këto konceptet e reja që na kanë sjellë me ndryshimet e reja. E tash në varet se cilit arsimtar se çfarë mundësi e jepet. Për shembull, për sa i përket lëndës time që e ligjeroj gjuhës frenge, neve nuk na mungojnë seminaret. Ne kemi seminare të ndryshme. E kemi gjithashtu këtë seminarin veror në rajonal që mbahet në Struk. Dhe aty çdo herë flasim për konceptet e reja. Kjo është organizuar me bashkëpunim Ambasada e Francës me Institutin Francez dhe me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Me thonë aty gjitha ndryshimet që vinë, ne vetëm se i marrim si mësimdhënës gjuhës frenge. Por nuk e di a e kanë fatin e njëjtë edhe mësimdhënësit e tjerë, tash varet. Mirë, po duhet që të ketë më shumë trajnime që të familiarizohen me konceptet e reja, me ndryshimet e reja, sidomos përdorimi i teknologjisë që është i patjetërsueshëm, nuk mundem të ikim ato se fundja dhe kërkesat e nxënësve dhe kërkesat e prindve tash janë më ndryshe.
Në fillim të bisedës ju përmendët që mbani trajnime në Francë ose trajnoheni nga vetë Franca. Du di, shqipni ndonjë ndryshim esencial ose edhe drastik midis mënyrës se si trajnohen mësimdhënësit atje dhe mënyrës se si ne e bëjmë këtu mësimdhënien? Po, unë për herë të parë, po kthejna tash në histori, për herë të parë që isha në Nice në vitin 2023, isha si bursiste e ambasadës Francës dhe Institutit francez, zbashku me 3 kolegët e mia maqedone, dhe shkum për herë të parë në quhet Universiteti Verori i Nisës, që organizohet nga Frankofonia. Dhe aty, brenda të verën, nga një javë ose 2 javë ka trajnime të ndryshme me tema të ndryshme. Dhe pikrish për herë të parë që shkuam në atje me ato kolegët, ishin disa tema më ndryshe, ndërsa për së dyti herë ne shkuam me bashkëshorten dhe me fëmijët, sepse edhe ai është frankofon dhe gjithashtu fëmijët ndiqnin trajnim të gjuhës frenge, ndërsa ne ndiqnim trajnim pedagogjik, dhe aty për herë të parë u hasa me termin gamifikim. Ne ishim në sallë, në klasë, të themi të gjithë mësimdhënës të gjuhës frenge nga shtetet të ndryshme frankofone, dhe ne u vëmë në rolin e nxënësve. Thënë ajo trajnuesa që na mbajti këtë temën e gamifikimit, që ishte gamifie on flë, do të thotë gamifikimin në gjuhë frenge, dhe ne gjithu bëm sikur nxënës dhe pam se trajnimi një javor kaloi shumë shpejt. Dhe mu prej atëherë isha në atë kohë dhe ishta studente në studimet e magjistraturës, dhe pikrisht aty më lindi ideja se unë do ta trajtoj pikrisht këtë temë në studimet e masterit, dhe pse jo ta sjelli edhe si ta përdori në shkollën time, edhe pse thash se ne çdo herë kemi bërë lojra, por jo lojra të këtij nivelit. Pastaj çdo vit thash shkojmë, vitin e kaluam gjithashtu ishte një temë ndryshe, ndërsa viti 2025 ishte pikrisht inteligjenca artificiale. Ta shpeshof këtu tek ne ka fillu shumë të flitet për inteligjencën artificiale, por po mendojmë se sa njerëzit kanë njohuri pikrisht për inteligjencën artificiale, dhe ne trajnimin që e mbajtëm ishte një profesoresh nga Universiteti i Floridës, mirë po normalisht është profesoresh frankofone, trajnimet mbahen në gjuhë frenge, ndërsa mësimdhënësit janë nga vende të ndryshme, dhe aty unë mora ide të reja se ndoshta çka do të vazhdoj edhe te studimet e doktoraturës. Do të thonë se kemi shumë ide tjera, tash kjo gamifikimi po mbetet sikur një hap më mbrapa, tash e kemi edhe inkuadrimin e inteligjencës artificiale në mësimdhënie. Ne tash kam fillu prap me ato risit, me trajnimet që i kam marrë për atje, kam fillu pak a shumë t'i përdori, dhe i shoh se me të vërtet kalojnë shumë shpesh. Edhe po i shohim se edhe nxënësit tash po përdorin edhe inteligjencën artificiale shumë, edhe pse disa thonë se nuk lejohet, disa thonë që lejohet, por unë prapë po mendoj se ne jemi si shoqëri, jemi mbrapa, ende nuk e kemi ndryshu mentalitetin, dhe çdo risi që na ofrohet, ne sikur e kritikojmë, pa mos i ditë se çdo e re që vjen ka aspekte pozitive dhe negative. Ne sikur nuk po i mendojmë ato gjanat pozitive që mund t'i marrim, po gjithë po mendojmë se nxënësit nuk do dinë me shkru, nuk do dinë ashtu. Me thonë ka shoh në bashkëpunim me kolegët, ka mendime të ndryshme. Ndërsa unë ndoshta nga ajo që po marr trajnime për në Francë dhe po i shoh më ndryshe këto risit që mund të vinë. Dhe ta shpërtarëm, dhe me thonë, kam ide se si të përdorim cilët faqet, çfarë mund të me t'i krijojmë ne përmes inteligjencës artificiale për ta bërë edhe orën më interesante. Disa prej tyre, dhe me thonë, i njohim, mund të krijojmë këngë, mund të krijojmë kuize, mund të krijojmë fotografi të ndryshme, pastaj me atë fotografi mundemi të bëjmë komunikim, nxënësit të zhvillojnë bisedë, të japin mendime ndryshme. Çdo, dhe me thonë, te orët e gjuhës frenge jipet përparësi nxënësit, jo mësimdhënësit.
Në pjesën e përfundimtare të librit është edhe analiza, për cilën unë thash pak merresh do i rikthehemi, pasi që pjesa në fakt empirike është gjithmonë ajo që e tregon realitetin mbi një gjë teorike cilën ne po e flasim. Ju keni bërë analizë në 2 shkolla të ndryshme. Më thoni pak cilat kanë qenë ato të dhënat e përfundimtare si nga mësimdhënësit po edhe nga nxënësit. Po, shifë unë këtë libër, domethënë, është punë një vjeçare që e kam bërë me nxënësit e mi, dhe pastaj në fund e kam shpërnda anketat që nxënësit pa hezitu, domethënë, me dëshirë më të madhe janë përgjigj pyetjeve, dhe nga pyetjet që janë analizuar aty, domethënë ka dalën se kanë dalë rezultatet se çka ka përmirësu më shumë gamifikimi. Për shembull, çdo herë pyetjet pozitive kanë qenë sa kanë përmirësu klimën pozitive në klasë, çka ka përmirësu më shumë gamifikimi, për shembull kanë thënë që ka përmirësu komunikimin, e ka reduktu stresin, sa herë në javë përdorim e kështu me radhë. Më thënë, nxënësit e mi thash që vetëm se ishin të familiarizu me vetë termin gamifikim, ndërsa shkollën tjetër që e zgjodha për ta bërë anketën, është një shkollë tjetër në komunën e Likovës, ku mësohet edhe aty gjuha frenge njësoj si të shkolla ime, si gjuhë e dytë e huaj. Më thonë aty, më pak ka qenë i njohur gamifikimi, nxënësit më pak e kanë njohur dhe mësimdhënësit gjithashtu, dhe normalisht rezultatet kanë dalë më ndryshe se sa në shkollën time që janë bërë ato anketa. Gjithashtu kam paraqit intervistat e disa kolegëve të mi në shkollën ku punoj dhe kolegëve të tjerë në shkollën tjetër. Edhe aty domethënë përgjigjet çdo herë kanë qenë ndryshe, me përvojat disa kanë përdorur, disa nuk kanë përdorur, disa nuk e kanë njohur fare ose disa në përgjigj që tash pas familiarizimit të këtij termi do të filloj me përdor e kështu me radhë. Me thonë nuk kanë qenë rezultatet e njëjta. Dhe kjo në fakt vjen nga përvoja e ndryshme e të 2 kategorive, le të themi. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit, ne jemi drejt fundit të kësaj bisede, nëse ka diçka për fund që se keni thënë, që se kemi përmend ndoshta? Ose ndonjë mesazh për mësimdhënësit, kolegët? Po, më duket se gjitha i bisedum, po tash jemi në prag të fillimit të gjysmëvjetorit të dytë, dhe normalisht tash kemi fillu me përgatitjet për gjysmëvjetorin e dytë, dhe dëshiroj suksese dhe kolegëve dhe nxënësve. Faleminderit shumë që ndat kohë të jeni bashkë me ne. Faleminderit për ftesën. E këtu mbyllim edhe emisionin Gjurmët për ditën e sotme. Unë një takim nesër nga ora 15 deri në ora 16 me një temë tjetër.